Një ditë pas rreshjeve intensive të shiut, situata në qytetin e Durrësit paraqitet më e qetë, por pasojat e përmbytjes vijojnë të jenë të ndjeshme, veçanërisht në zonat periferike dhe ato me kuota të ulta. Sipas të dhënave paraprake nga shtabi i emergjencave pranë prefekturës, të paktën 800 banesa janë përmbytur, duke prekur qindra familje. Zonat më të goditura mbetet Ishkëneta, Spitalla, Nishtulla dhe disa lagje të tjera periferike, ku i ka deportuar në banesa dhe oborre, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Problematikat e situatës janë evidente edhe në institucionin e vuajtjes dhe nënimit në Durrës, ku oborri dhe kati i parë i godinës janë ende në prani të lartë të ujit, duke kërkuar monitorim të vazhdueshëm. Si pasojë e përmbytjeve, mësimi nuk po zhvillohet edhe sot në disa shkolla të qytetit. Oborret e të cilave janë të mbuluara nga uji dhe nuk ofrojnë siguri për nxënësit dhe stafin arsimor. Autoritetet lokale kanë vendosur pezullimin e përkohshëm të aktivitetit mësimor deri në përmirësimin e kushteve. Deri në orët e mbrëmjes së një dite më parë janë evakuuar 304 persona nga banesat e tyre, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se ky numër mund të rritet në varësi të verifikimeve në terren dhe zhvillimeve të situatës në orët në vijim. Shërbimet e emergjencës vijojnë punën për t'i ardhur në ndihmë banorëve të izoluar, të cilët nuk mund të përballojnë situatën pa asistencë. Ndërkohë, uji është tërhequr nga rrugët kryesore të qytetit dhe nga autostrada Durrës-Tiranë, duke bërë të mundur normalizimin e qarkullimit të automjeteve. Megjithatë, në disa lagje të brendshme vijon prania e ujit, duke kërkuar ndërhyrje të specializuar për largimin e tij dhe për rehabilitimin e zonave të prekura. Përmbytjet kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale, duke përfshirë banesa, biznese, studio, artistësh dhe sipërfaqe të tëra tokash bujqësore. 10 automjete janë dëmtuar nga uji, ndërsa situata është rënduar edhe nga mos funksionimi normal i rrjetit të kanalizimeve, çka ka ndikuar drejt për drejt në përhapjen e përmbytjeve në disa zona të qytetit.